Qytetar. Përshëndetje, Armen. Na si e veçantë ju kem drejt për drejt, si shkojnë punët? Ne shkojnë shumë mirë. Keni nisur projektet, si do t'jetë viti në fakt, si po e shihni? Një vit shumë i mirë, kemi fillu me procedura, disa punë jem të kryjnë teren, dhe vazhdojmë me të madhe me fillu, domethënë prej muajit prill dhe maj. Do të keni vështirësi me kontratën kolektive? Ka projekte që janë prekur apo do t'i Deri tash kanë marrë vetëm këtë vit dikun 700.000 euro, njëjtë sikur në vitin e kaluar, po vazhdon në avazë vjetër, po na vazhdojmë me punë, s'kem çka më bë. Sikur që kemi punë të ndarë dhe punë, mirë po kemi pengesa se vjen deri te prisja disa projekteve. Për shembull rast konkret kom pas me fillu shkollën në fshatin në Përbisht, mirë po këtu gjysmë mjetër i kanë marrë, po s'do të shoh na vazhdojmë me procedura, s'kem çka më. Dhe gjitha kjo do t'jetë, nuk do të prek këto investimet e mëdha kapitale për këtë vit të planifikuara. Po i prek, çdo kund prekin të projektet, për shembull, ose pamoshëm të prek. Për atë arsye, mirë, po ne do të vazhdojmë nuk të ndalem me punë, s'kem çka bë. Nuk di mos interesant dhe kur do të kryen këto marrëveshje, këto kontrata dhe sa mjetë kemi për i paguar, shumë interesant. Çdo herë dalin dorësi të reja, dalin do kushte të reja. Nuk keni as informacion. Unë e kom ditë që kom përfundu vitin e kalum, kjo është edhe një tmetë e unë e madhe që na prisë edhe auditimin, dhe më thonë auditimin s'ta delin mirë, aty humbëm dikon gradin e performancës, ka është ma keqe për neve, do në shkojmë gjion të humbëm, edhe humbëm parat të budgetit i humbëm edhe parat të performancës, nuk mund të rangohme për me marë performancës, për një performancë mirë, gjatë auditimit. Dhe kjo ndodh për shkak të se raporti auditimit deli keq, po për shkak të... Po deli keq për arsye se paguhen për investime kapitale, paguhen paga dhe meditje. Kjo është problemi më i madh, domethënë bëhet ndryshimi i mjeteve. Në qartë. Mirë, kam pasur një telefonat nga Savrova, atje është një rrugë që quhet UÇK, lidhet me rrugën 13 Qershori. Rruga 13 Qershori në fakt është bërë shëtitore, rruga kryesore e fshatit. Në qoftë se është ajo rrugë që mundoi UÇK lidh fshatin në Savrova dhe fshatin Dobrave. Këtë vit kemi planifikuar me mjetet të performancës. Sa është një rrugë e gjatë, nuk ka mundësi më kryjmë me buxhetin komunal që përcaktuar për fshatin Savrov. Këtë vit kena vendosur me punu dy rrugë 21 prillit dhe 2 qershorin në fshatin Savrov, plus do të lidhet rruga që lidh Savrovën me fshatin Dobrava, është një rrugë që ka lidh luftën, do të lidhet rruga UÇK-s. Dhe do të futet këtë vit në planifikim. Jo, është vetëm presim, ne kemi në shumë marrëndumin me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe me Demosin, domethënë projekti është bë, ajo rrugë kryesore do po tham, jo me buxhet komunës, se me buxhet komunës nuk kemi mundësi me da 200 mijë në mjete për fshatin Savrov, ose me performancë, mjetet që kanë për këtë fshat punohet si dy rrugë të reja 21 prill dhe 2 qershori. Qartë. Faleminderit shumë kryetar, kënaqësi e veçantë që ju pata drejt për drejt. Çdo të mirë, kalon ju mirë. Ishte kryetari i Sarekës Balimu Aremaj, do të shtrohet rruga e UÇK-s brenda këtij viti, është planifikuar tashmë është bërë memorandum i mirë kuptimit, besoj ky është lajm i mirë për banorët e fshatit Savrov. Do t'ikim në Gjilan